28 vjeçari Andri Vokri, i cili u arrestua si dyshuar për vrasjet me çekiç të Petrit Ndovut pas mesnatës, ka shprehur pendesë për ngjarjen e rënd. Pas rimarrjes në pyetje, pasi ka dalë pija, ai ka deklaruar se nuk kishte patur asnjë qëllim për ta vrarë Ndovun. Sipas tij, në momentin e konfliktit ndodhej nën efektin e alkoolit dhe nuk ka arritur të kuptojë çfarë ka bërë, as nëse personi me të cilin nuk konfliktua kishte humbur jetën. Nuk mbaj mend se çfarë ka ndodhur, isha i dehur dhe kujtoj vetëm që pash një makinë që më kishte zënë rrugën. I kam kërkuar që të largohej dhe të kaloja i pari pasi mund të bënim aksident. Nuk më dëgjoi dhe kaluam paralel. Kur pash makina u fërkua, dola dhe godita me çekiç. Nuk doja ta vrisja, ka thënë 28 vjeçari. Ndërkohë dy shokët e tij, Lorenz Goga dhe Fation Kulla, të arrestuar për veprën penale të moskallëzimit të krimit, kanë deklaruar se u larguan nga vendngjarja menjëherë pas incidentit, pasi u friksuan nga ajo që mund të kishte ndodhur. Autori ka rezultuar i dehur në timon dhe me makinë ka qenë edhe dy persona të tjerë, pasi makinat janë fërkuar, fillimisht janë larguar në distancë, por më pas janë kthyer për t'u zënë.